Fatkeqësisht nuk ka bisedime me qeverinë. Unë nuk jam i thirrur me fol për pjesën politike të kësaj pune, po me ato informata që kam nuk ka bisedime, nuk ka heshtje totale, ka bllokat totale, ka lëvizje edhe në projekte tjera të cilat ne jemi të i filluar dhe janë domosdoshme për Prishtinën, për zhvillimin e Prishtinës qytetin, për dinamikën, për mirëqenien e qytetarëve, ka bllokada të jashtëzakonshme, sidomos nga Ministria e Financave momentalisht, po edhe nga ministri tjera. Janë të paarsyeshme sepse nuk janë bllokada ndaj një qeverisje lokale, janë bllokada ndaj qytetarëve të Prishtinës. Dhe janë vetëm qytetarët e Prishtinës që marrin llogari udhëheqjen komunale. E marrin llogari me votën që e japin në tetor. Nëntor kur do të janë zgjedhjet lokale. Sikur është kjo e fundit për sheshin Gjergj Bush, do të thonë ata janë thirrë që është zonë e mbrojtën, që vërteta është që nuk është zonë e mbrojtën. Janë disa objekte në afërsitë asaj zone që janë të mbrojtura, po jo ajo zonë ku është u punu. Nuk ka të bëj fare me zonën e mbrojtur. Nëse ti synon me i thonë zonë e mbrojtur rektorati nuk është u prek, është u prek sheshi. Nëse konsideron që asfalti i sheshit është zonë e mbrojtur, atëherë nuk e kuptoj pse Roma po hap tunele dhe po hap metro, kur është krejtë Roma mbi antikitet. Edhe na do të me vazhdu, edhe nëse hapet dikon asfalti edhe mund të ketë gjetje trashëgimisë kulturore, punohet me kujdes, shtohen masat, merren masat, punohet me kujdes dhe e hapim tek e fundit e gjejmë, bëjmë një shesh shumë bukur të antikitetit. Pse mos ta kemi, jo veç Ulpianën, po edhe Mrana Prishtinës.